Sot jemi këtu në Vlorë për të dorëzuar një vepër e cila tashmë nis të gjithë fazën e certifikimit. Sot është certifikuar pista dhe tashmë vazhdojmë me të gjithë komponentët e tjerë që do ta sillin këtë aeroport brenda kësaj vere, që të jetë operacional për të gjitha fluturimet civile ndërkombëtare. Ky është një email që tregon anullimin e charterave nga vendet nordike dhe bashkë me to prishjen e kontratave turistike me operatorë të huaj. Turizmi, kali i ngordur i qeverisë 14 vjeçare, lëndohet ende pa nisur sezoni turistik, duke përjashtuar së pari turistët me shpenzime të larta. Aeroporti i munguar, i menduar si motor ekonomik për jugun, e lë krejt rivjerën e Shqipërisë jugore të varur nga Tirana. Kjo do thotë refuzimi i investimeve të huaja dhe mungesë e qarkullimit të paras në sezonin veror. Në një kohë kur udhëtimi për oazët turistike të Vlorës me thuajse një ditë kohë nga Tirana, vende si Greqia apo Kroacia mbeten alternativa perfekte për turistët. Kaosi i informacionit, njoftimet kontradiktore për hapjen, deri te dështimi në përmbushjen e afateve për visjen e punës, shkatron besimin te partnerët ndërkombëtar në sektorin e turizmit. Shtuar kjo debatit me ehon përtej kufive që shkaktoi zona e mbrojtur ku është ndërtuar aeroporti. Dështimi i hapjes së aeroportit të Vlorës ngre disa pyetje. Për çfarë investohen parat publike kur nuk ka rezultat? Përse karikohen operatorët turistik për të investuar në një industri e cila nuk ka rendiment, për sa kohë vetë qeveria dhe politikat publike nuk investojnë në asnjë nga faktorët që ndihmojnë turizmin, siç janë infrastruktura apo politikat fiskale. Si justifikohet investimi masiv në ndërtim dhe struktura hoteliere, duke e përfshirë në vorbull edhe biznesmen të ndershëm, kur qeveria është e paaftë të sigurojë kushtet për zhvillimin e turizmit të atij niveli? Kush mban përgjegjësinë për shkatrimin e zonës përreth në funksion të një projekti të dështuar? Vonesa deri te mohimi i hapjes së aeroportit të Vlorës nuk është vetëm një projekt i dështuar. Kjo sinjalizon në fakt një sistem ekonomik dhe zhvillimor absurd. Shqipëria dhe veçanërisht Vlora është duke u falur sot një modeli zhvillimor që shtetet e tjera e kanë përfunduar më shumë se 70 vite më parë. Sektori të ndërtimit dhe investimeve vetëm në ndërtim apo struktura hoteliere dhe turistike. Ndërsa bota kërkon sot investimet në inovacion dhe teknologji, vendi ynë beson akoma se ngritja e mureve dhe kullave boshe do të rigjenerojë ekonominë, në një kohë kur popullsia vazhdon në rënje të lirë. Së pari, pse Shqipëria sot është e paaftë dhe e braktisur nga interesi i investimeve në sektor të tjerë? Këtë e shpjegon trekëndshi faktorëve ndikues në ekonomi: infrastruktura, madhësia e tregut dhe niveli i korrupsionit. Rralla e aeroportit të Vlorës zbuloi për të disajtën herë paaftësinë dashakeqe të një qeverisje qesharake deri në absurd. Në një shtet pa investime në rrugë, në transport, në prodhim, në teknologji, kërkohen të ngrihen kulla prejari. Kjo do thotë se bashkë me lumin e parasë së zezë që po hyn masivisht në Shqipëri, shpejt dhe investitorë dhe biznesmen të ndershëm do të jenë kurban të kaosit ku kanë investuar. Jemi tërësisht në situatën e atyre vendeve të botës tretë. Postaj, çfarë problemi ka?